Marrëveshja u konkludua me italianët, pra u bë një marrëveshje italo-shqiptare që për hir të vërtetës ishte dhe gjëja më e mirë që ndodhi pasi Italia kishte edhe ekspertizën dhe eksperiencën e nevojshme për themelimin e një banke. Dhe përfundimisht u konkludua që themelimi i bankës u bë në bashkëpunim me një marrëveshje italo-shqiptare. Nga shpallja e pavarësisë deri në ngritjen e plotë të strukturës institucionale të shtetit shqiptar, u deshën 15 vite përpjekje dhe sakrifica. Në këtë rrugë shtetformuese, themelimi dhe vënia në funksion e Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe kthimi i saj në zemrekun e zhvillimit ekonomik të vendit është një nga aktet madhore të asaj periudhe. Idet dhe përpjekjet e patriotëve dhe politikanëve më në zë të asaj kohe, si dhe angazhimi i drejt për drejt i Komisionit Financiar të Lidhjes së Kombeve, kushtet e një rivaliteti të vazhdueshëm ndërmjet fuqive të mëdha për ndikim në Shqipëri, patën si rezultat final marrëveshjen e 15 marsit 1925. Ajo që finalizimi i një projekti të rëndësishëm për vendin, i mbështetur nga shumica e në disa raste edhe i kritikuar fort. Me ardhin e Zogut krijohet një farë stabiliteti relativ në administrimin politik dhe territorial të vendit dhe Zogu e shtroi si një ndër prioritetet e veta dhe domosdoshmërinë e krijimit të një banke kombëtare shqiptare. Gjithë periudha para 25-s ishte periudhë turbullt, duke pas parasysh qoftë para luftës botërore, qoftë gjatë luftës botërore dhe nuk ishin kushtet që të krijosh një bankë qendrore, pra bankën e një shteti, duhet të kesh dhe një shtet, por ne nuk ishim shtet. Në situatën ndërkombëtare, ishte krijuar një raport i tillë forcash që tashmë mund të krijonte mundësira specifike për krijimin e bankës. E kam parasysh raportet ndërkombëtare midis fuqive të mëdha dhe midis tyre kuptohet pozicioni i Italisë në Mesdhe dhe në Ballkan. Në mars 1924, epiqendra e krijimit të Bankës së Shqipërisë u vendos në Itali, bartës i kalimit nga Gjeneva në Rom që Mario Alberti, antar i Komitetit Financiar të Lidhjes së Kombeve. Alberti, një ekonomist, profesor dhe publicist, njihej gjithashtu edhe si një partizan i zgjerimit italian, që nga 1915 ai botoi disa pamflete politike me referenca ekonomike të tilla si Problemi ekonomik i sundimit italian të Adriatikut, Dëmet e neutralitetit italian apo Avantazhet e luftës son. Me platformën e zgjerimit italian në mendje, ai përfshihet në tryeza diplomatike europiane. Përfaqësoi vendin e tij në konferencën e paqes në Paris. Me ardhjen e Mussolinit në pushtet në 1922-shin, bëhet pjesë e Komisionit Financiar të Lidhjes së Kombeve. Aty, në atë kohë, kishte nisur rruga e krijimit të Bankës së Shqipërisë. Mario Alberti ishte si thosh shefi apo a themi me fjalë italiane capo teknik i realizimit të gjithë këtij koncesioni pra të bankës. Sigurisht ishte një ekspert i nivelit lartë, por gjithsesi ai do zbatonte politikat e shtetit vet, pra do të realizonte ato objektiva që kishte vënë qeveria fashiste italiane Mussolinit kundrejt Shqipërisë. Në marrëveshje me kreun e Komisionit Financiar të Lidhjes së Kombeve, Mario Alberti arriti të marrë mandatin për të krijuar një grup financiar ndërkombëtar, aksioner për Bankën e Shqipërisë, ku zotronin italianët. U pan disa alternativa dhe më së fundi u qëndrua tek oferta që erdhi nga Italia, e cila u gjykua si një ofertë interesante, aq më tepër si një ofertë të cilës Shqipëria së kohë nuk i shmangej dot. Edhe fuqitë perëndimore, në rast parë Britania e Madhe, kishte një lloj, do thojë unë, tërheqje për t'i njohur Italisë këtë rol që të ndihmonte në zhvillimin ekonomik dhe në konsolidimit të Shqipërisë. Pra, e pranonte edhe penetrimin italian, por gjithmonë një penetrim paqësor përmes rrugëve ekonomike dhe paqësore. Ndërsa në Rom nisi plani për krijimin e Bankës së Shqipërisë, Tirana u përfshi nga konflikti i ashpër politik. Atentati ndaj Ahmet Zogut,
e më pas vrasja e Avni Rostemit sollën atë që njihet si revolucioni i qershorit. Në fuqi erdhi qeveria e kryesuar nga Fan Noli. Mes reformave të thella që planifikonte ajo qeveri, padyshim që ishte edhe krijimi i bankës, por para se të mbërrihej aty, duheshin siguruar financime. Se si kanë rrjedhur ngjarjet në atë kohë, materiali interesante gjende në serinë e librave Dokumentet diplomatike italiane. Më 24 korrik 1924, Tirana i bëri kërkesë zyrtare për një kredi Italisë. Pak më vonë, ambasadori shqiptar në Rom, Tefik Mborja, pas një takimi me Mussolinin, njoftoi Tiranën se kishte marrë premtimin për një kredi italiane për Shqipërinë prej 100 e më shumë milionësh. Lajmi rrodhi në opinionin publik dhe shqetësoi shumë Romën. Më 9 gusht të vitit 1924, Mussolini i kërkon ambasadorit të tij në Shqipëri që t'i vini në dukje i mzot Fannolit se ky difuzion dhe egzagjerimet që ndodhen pas një bisede të përgjithshme krijojnë gjendje veçanërisht delikate, e cila padyshim nuk inkurajon e favorizon zbatimin praktik të asaj ndihme që ishte e mundur të jepej nga Italia. Qeveria shqiptare vendos të kërkoj kredi dhe nga lidhja e kombeve. Kryeministri dhe Ministri i Financave nisen për në Gjenevë. Në fund të gushtit 1924, Noli dhe Gurakuqi, para se të shkonin atje, kërkuan një takim me kryeministrin italian. Mussolini dha përgjigje negative. Refuzimi i kredisë edhe nga lidhja e kombeve që një tjetër goditje për qeverinë e Nolit. Në vijim, ngjarjet rrodhen shpejt. Në dhjetor të 24-s, qeveria ra dhe Noli iku nga Shqipëria. Më 3 janar 1925, ambasadori Durazzo takohet menjëherë me Ahmet Zogun. Nuk ka fare besim tek ai. Gjithsesi, Romës i shkruan se Ahmet Zogu më deklaroi se është e domosdoshme që Shqipëria t'u jap interesave italiane, sidomos atyre ekonomike, rolin mbizotërues që meritojnë. Kushdo që e njeh Ahmet Zogun, siç e njoh unë, e di se nuk mund t'u besohet shumë premtimeve të tij. Më 10 janar të 25-s, Mussolini i kërkoi Durazzos të tregojë i rezervuar me Zogun dhe t'ia bënte të ditur se, nëse nuk respekton interesat legjitime italiane, do të detyrohej të adoptonte një qëndrim armiqësor absolut në vend të një miqësie dhe respektit personal. Kërcënimi ishte i hapur. Duke mos pasur zgjidhje tjetër, Zogu pranoi. Banka Qendrore nuk është si çdo bankë tjetër ose çdo sipërmarrje tjetër. Ne ose Zogu ishte i detyruar të falej tek Italia, kërkonte mbështetjen e tyre, sepse me traktatin e paqes dihet që Shqipëria ishte lënë nën administrim, në thojë do thoja, pra ishte lënë Italisë. Si përpjekje ka pas nga austriakët, nga anglezët, nga francezët, po të gjithë larguan duart dhe i hapën krahun Italisë. Tashmë Zogu kishte arritur në konkluzionin që duhet stabilizonte shtetin dhe duhet shkruante një marrëdhënie krejt të re, pra ndryshe nga ajo që ke patur më parë me Italinë. Një lloj partneriteti që të bënte të mundur stabilizimin e shtetit dhe zhvillimin e Shqipërisë si një vend normal në rajonin e Ballkanit. Që në kohën e diskutimeve në lidhjen e kombeve, ishte bërë qartë se Shqipërisë nuk i duhej thjesht një bankë emisioni që të emetonte monedën vendase. Nevojat ishin shumë më të mëdha. Banka duhej bërë pjesë e një pakete zhvillimi. Në këtë kuptim, bankën do ta zotëronte ai shtet që mundësonte një kredi financiare. Italia, Britania e Madhe, Jugoslavia dhe Greqia rivalizuan mes tyre. Të parët qenë italianët. Më 25 janar 1925, Mussolini njoftoi konsullatën italiane në Durrës se Ekrem Bejli Bohova do të vinte menjëherë atje me synimin për të kryer ndërmjet vllajit të tij Mufid Beut një aksion që synonte të merrte nga qeveria shqiptare prova të prekshme pas deklaratave të favorshme të bëra nga Ahmet Zogu në lidhje me njohjen e interesave tona ekonomike mbizotëruese në Shqipëri. Gjeni një mënyrë të përshtatshme për të njoftuar në mënyrë konfidenciale Mufid Beun se vllai i tij mbërrin atje më datë 27 për të sjellë mesazhe të rëndësishme. Më 31 janar 1925, Ugo Sola, që ndiqte negociatat për bankën dhe kredin, njoftoi Mussolinin se gjatë një bisede të përzemërt, Mufid Bejli Bohova i kishte thënë se, nëse doni të arrini një depërtim të gjerë ekonomik në Shqipëri, duhet të ballkanizoni metodat e veprimit. Kjo fjali sipas Solës duhej konsideruar seriozisht,
pasi sipas tij nuk kishte rrugë tjetër veprimi. Me këtë frym, negociatat italiane u zhvilluan larg vëmendjes së publikut. Italia vëzhgonte me vëmendje të madhe ç'ndodhte në Shqipëri. Dhe jo vetëm ç'ndodhte në Shqipëri nga shqiptarët, por edhe ç'bënin të huajt përkundër Shqipërisë. Ishte temase xheloze, nuk lejonte dot që në Shqipëri të vinin të tjerë dhe të zinin vendin që ajo e pretendonte se i takonte asaj. Kjo është arsyeja që Italia ndoqi me vëmendje të jashtëzakonshme tentativat e fuqishme të britanikëve, të amerikanëve, të francezëve dhe të vendeve të tjera për të marrë koncesione në Shqipërinë kësaj kohe. Dhe disa tentativa të bëra edhe në fushën e bankave, ajo përpoj t'i largonte. Në 16 shkurt të po atij viti, Parlamenti miratoi koncesionin e naftës për kompaninë anglo-persiane. Kjo i alarmoi italianët. Roma ju drejtua menjëherë Londrës, nga ku mori mesazhe qetësuese. Në 17 shkurt 1925, ambasadori italian në Londër njoftoi se, pas një takimi, Chamberlain më deklaroi se vota e Asamblesë Shqiptare nuk përbën asnjë pengesë për të negociuar me qeverinë italiane për gjetjen e një formule pajtuese. Pas negociatash të ashpra diplomatike, pasi britanikët e morën koncesionin e naftës, Roma, si pjesë e formulës pajtuese, mori më në fund përparësinë për bankën dhe kredin. Në Tiranë nisën negociatat me Mufid Bey Libohovën. Më 22 shkurt 1925, Mussolini u shkruan diplomatëve të tij në Durrës se, duke marrë parasysh shqetësimet financiare të përmendura në mënyrë konfidenciale nga Mufid Beu, urdhërova që menjëherë të fillojnë negociatat mbi bazat që ai propozoi për të vazhduar menjëherë me pagesën e këstit të parë prej 1 milion frangash ari. Nëse nevojat janë shumë të ngutshme, unë jam i gatshëm të bëj një paradhënie të menjëhershme. Ato ditë, në Tiranë, mbërriti bashkë me projektin e tij Mario Alberti. Ai mori drejtimin e bisedimeve. Më 24 shkurt 1925, Ugo Sola njoftoi Romën. Qeveria shqiptare i pranoi kushtet. U arrit kjo marrëveshje. 1. Qeveria shqiptare ndërpret menjëherë marrëdhëniet me anglezët. 2. Italia i paguan menjëherë Ahmet Bey Zogollit 500.000 franga ari. 3. Qeveria shqiptare na transferon të gjitha klauzolat e kontratës së rënë dakord me grupin anglez. Ajo përbën një hipotekë reale për të gjithë ekonominë shqiptare, duke të kaluar të gjitha pritshmëritë tona. 4. Deri më 15 mars, qeveria mbretërore do të paguaj 500.000 franga ari të tjera për të njëjtën arsye të përmendur në pikën e dytë. 5. Me nënshkrimin e marrëveshjes së Huas, me 7.5% dhe garanci doganën e Durrësit, do të paguajmë 1 milion franga ari. Më 25 shkurt 1925, palët nënshkruajnë konfidencialisht marrëveshjen e mësipërme. Deri më 15 mars, kur marrëveshja u bë publike, bisedimet nuk qenë të lehta. Ato zhvilloheshin në një shkallë të lartë mosbesimi. Më 10 mars, ambasadori Durazzo i shkruan Mussolinit. Modesht të luftoi në këto 48 orë të fundit me keqbesim dhe paturpsi që të i kalojnë çdo kufi besueshmëria. Nuk kishte asnjë vlerë t'i bëje të kuptonin këta njerëz se sa fyes dhe i pajustifikuar ishte dyshimi i tyre. Tani është marrë rezultati që dëshironim, por e pashtë nevojshme t'i informoj se për të materializuar dhe zbatuar një program të gjerë incentivash ekonomike dhe financiare në Shqipëri, para së gjithash, është e nevojshme të kemi një ide të qartë se me kë kemi të bëjmë. Më 15 mars të 1925-s, Mufid Libohova, në emër të qeverisë shqiptare dhe Mario Alberti në emër të grupit financiar italian, firmosën publikisht marrëveshje themeluese të bankës dhe kredisë. Zogu ishte shumë i ndërgjegjshëm çfarë po bënte, domethënë, por nuk kishte asnjë alternativë tjetër. Dhe ai kishte vënë, do të thoya unë, në balancë interesat dhe humbjet që do kishte Shqipëria nga ky veprim financiar. Por nuk është ashtu siç thonë ndonjëherë në historiografi që ai hyri me lehtësi kësaj apo me drejtshkurtësi, përkundazi. Zogu ishte një shtetar tashmë me shumë eksperiencë edhe shumë vizionar. Dhe ai mendonte që Shqipëria do të kishte më shumë fitime se sa humbje. Por ama e dinte që do të kishte edhe humbje nga krijimi i Bankës së Shqipërisë me një dominancë i kapitali italian. Më 16 mars 1925, ambasadori Durazzo i shkruan Romës. Marrëveshja bankare me gjithë dokumentat ekzekutive, gjithsej 12 dokumente të përgatitura nga Alberti, të cilat na shtojnë, specifikojnë dhe sigurojnë avantazhet tona, u nënshkruan mbrëm nga Alberti dhe ministri shqiptar.
Kësti i dytë i pagesës së njohur u dha sonte. Alberti do të kthehet në Rom më datë 18 në mëngjes. Fal vizionit të sigurt dhe vendimeve të shpejta, u bë e mundur që në vetëm 3 javë të sigurohet një mbizotërim në jetën ekonomike dhe përrjedhoi edhe politike të këtij vendi. Shqipëria, bashkë me marrëveshjen për krijimin e bankës, mori dhe kredin prej 50 milionësh franga ari. Ajo u zyrtarizua më 23 prill 1925 dhe u quajt Shoqëria Zvea, Shoqëria për Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë. Parat shkonin për ndërtime rrugësh, urash, portesh, për ndërtime përmirësuese të tokave dhe zhvillimin e bujqësisë, për ndërtime kurudhash dhe ndërtesash qeveritare. Financimi do të përfitojë në një periudhë 5 vjeçare dhe do të shlyhej për 40 vjet. Kredia kishte normë interesi 7.5% dhe garantoi me të ardhurat e doganave dhe monopoleve. Nuk ishte thjesht banka, ishte e lidhur me kredit dhe me financimet që Italia do sillte në Shqipëri, se nuk munde Italia pa pasur një bankë ku cila të disburzonte fondet e saj, dhe dim që kredit e Zveas për zhvillimin e Shqipërisë do kaloni detyrimisht në një bankë. Dhe një element qendror i kësaj aleance do të ishte që Italia të financonte ndërtimin e Shqipërisë. Dhe një nga shtyllat e ndërtimit do të ishte krijimi i institucioneve financiare. Italia nuk erdhi këtu të hapte bankë. Italia nuk erdhi këtu që të hapte shkolla, apo të hapte institucione bamirësie. Italia erdhi që Shqipërinë ta bashkonte me territorin italian, të realizonte atë ëndrrën e famshme të traktatit të fshehtë të Londrës të 26 prillit 1915. Akti i themelimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë planifikonte që grupi italian ta krijonte bankën brenda 3 muajve pas ratifikimit të marrëveshjes. Ajo themeloi me një kapital nominal prej 12.5 milionësh franga ari. Kapitali ndaj në 595.000 aksione, nga të cilat 495.000 të zakonshme me çmim 25 franga ari për cop dhe 100.000 aksione themeluese me çmim 1.25 franga ari për cop. Nga totali i aksioneve, shtetasit shqiptar kishin të drejtën e pjesëmarrjes deri në masën 49% të kapitalit. Koncesioni për bankën zgjaste 50 vjet me të drejtë rishikimi. Nga pikpamja juridike, kjo ishte Bankë Kombëtare Shqiptare. E para, sepse emrin e kishte Banka Kombëtare Shqiptare. E dyta, sepse selinë e kishte në territorin shqiptar. E treta, sepse veprimtarinë zhvillonte në Shqipëri. E katërta, sepse i nënshtroi legjislacionit shqiptar. E pesa, sepse i nënshtroi jurisdiksionit shqiptar, nëse do kishte probleme, konfliktesh, do të shkonte në gjykatat shqiptare për tu gjykuar. Edhe faktorë të tjerë që tregojnë që komësia e kësaj banke ishte komësia shqiptare, pavarësisht përqindjeve të aksioneve që ishin në kapitalin e kësaj banke. Sipas marrëveshjes për ndarjen e kapitalit të bankës, grupi financiar italian zotëronte 100.000 aksione themeluese dhe 150.000 aksione të zakonshme. Kjo ishte sa 26% e totalit të aksioneve. Pjesa tjetër, 25% ishte për grupin e bankave të tjera nga Zvicra, Belgjika dhe Jugoslavia. 49% ishin për palën shqiptare. Në realitet, raportet rezultuan ndryshe. Për këtë më vonë u akuzua Ministri i Financave Mufid Libohova. Fakt është se kur shqiptarët nuk po blinin aksione, Libohova kërkoi të anulojë akordi 5 i marrëveshjes. Aty filloi dhe ndryshimi në raport me pronësinë e aksioneve. Më 12 prill të vitit 1925, Libohova nënshkroi me Amedeo Gambinon akordin zbatues të 13, ku afati për aksionet shqiptare zgjatej deri më 5 maj të vitit 1925. Sipas akordit, pjesa që nuk nënshkruhej brenda kësaj date nga shqiptarët mund të nënshkruhej nga të huajt. Më 18 prill 1925, marrëveshja e plot për bankën e kredin u botua në fletoren zyrtare. Akordi 13, siç u tha më vonë në akuzat e ngritura në parlament, u mbajti fshehur. Më 3 maj të 25-s, Mufid Libohova i kërkoi ministrit të brendshëm që bashkitë të angazhonin qytetarët për të blerë aksione të bankës. Më 18 maj të vitit 1925, Zogu nxori një dekret ligj, sipas të cilit në punësit e lartë detyroheshin të blinin aksione të bankës në vlerën e një rroge mujore. Mufid Libohova i dërgoi telegram të vëllait e Qeremit, i cili ishte ambasador në Rom,
dhe i kishte dhënë atributet për të negociuar me italianët që afati për aksionet të shtyhej deri më 15 qershor të 25-s. Kërkesa u pranua dhe afati u shty deri më 30 qershor 1925. Me këtë situatë të hapur, më 20 qershor të po-atij viti, paketa ligjore e bankës dhe Huas hyri në një procedurë parlamentare. Më 23 qershor, në parlament u lexua shkresa e Komisionit Financave dhe të Atij të Ekonomisë, ku thuhej se, unanimisht, të dy komisionet janë të mendimit të pranojnë ligjet e paraqitura me modifikimet bashkëngjitur. Parlamenti jep votën pro. Më 24 qershor të vitit 1925, paketa e miratuar u përcoll në Senat. Pas disa seancash, të dielën e 5 korrikut, Senati dha një vot unanime pro. Më 6 korrik të vitit 1925, paketa rikthehet edhe një herë në parlament për votimin e ndryshimeve të Senatit. Në 10 korrik të vitit 1925, parlamenti miratoi edhe dekretligjin mbi detyrimin e çdo ministri, deputeti, senatori në punësi e të tjerë për të blerë aksione të bankës kombëtare, të paktën shumën e 1 rroge ose shpërblimin e 1 muaji. Më 12 korrik të vitit 1925, Ahmet Zogu, me cilësinë e kryetarit të shtetit shqiptar, firmosi dekretin që udhëzonte ekzekutimin e paketës ligjore për nisjen e veprimtarisë së Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Nga marsi deri në shtator zhvillohen negociata, ben pazare, ben propozime, kundër propozime, nënshkruhet marrëveshja kalon në këto instancat përkatëse kushtetuese shqiptare për të miratuar, ratifikohet nga presidenti i Republikës asaj kohe nga Ahmet Zogu dhe u themelua Banka Kombëtare Shqiptare në shtatorin e vitit 1925. Ishte ngjarje. Ndërkohë që shqiptarët vijonin gurimin për të blerë aksionet e bankës, italianët në heshtje siguruan që paketa shqiptare të merrej nga Eqerem Bej Vlora, Ajet Bejli Bohova dhe Neshat Pash Vlora. Një vit më pas, ata i shitën aksionet e tyre duke i siguruar palës italiane shumicën absolute në aksionet e Bankës së Shqipërisë. Shqiptarët u futën që të vinin pespare e të mos punonin, të mos kontribuonin. Dhe prandaj pranuan gjithë propozimet që u bën më pas për të shitur pjesë të aksioneve të tyre tek italianët. Dhe kështu, gradualisht dora dorës, zbriti ajo 49% që kishte Shqipëria në bazë të konventës. Më 2 shtator të 1925-s në Rom, rruga Torino 107, u zhvillua ceremonia solemne e themelimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Sipas procesverbalit të noterizuar të takimit, të pranishëm në ceremoni ishin 5 të ftuar nga autoritetet e larta. Ekrem Bejli Bohova, ambasadori i Shqipërisë në Itali, Vojislav Antonjević, ambasadori jugoslav në Rom, Teorik de Sonnenberg, i ngarkuari me punë i Zvicrës në Rom, Vincenzo Lo Giacono, si përfaqësuesi i Ministrisë Jashtme italiane, dhe Carlo Durazzo, ish ambasadori i Italisë në Shqipëri, si dhe 14 përfaqësues të aksionerëve sipas kësaj liste. Mario Alberti, përfaqësuesi Credito Italiano me 100.000 aksione themeluese dhe 15.000 aksione të zakonshme. Pietro Fenoglio, përfaqësuesi Banca Commerciale Italiana me 30.000 aksione të zakonshme. Carlo Daclon, përfaqësuesi Banca Nazionale di Credito me 30.000 aksione të zakonshme. Lino De Stefani, përfaqësuesi Banco di Roma me 30.000 aksione të zakonshme. Giuseppe Bianchini, përfaqësuesi një grupi bankash të vogla me 20.000 aksione të zakonshme. Federico Brunner, përfaqësuesi Bankës Tregtare të Bazelit me 50.000 aksione të zakonshme. Roberto Gambino, përfaqësuesi Bankës së Jashtme të Belgjikës, filiali Société Générale de Belgique me 25.000 aksione të zakonshme. Lale Zuber, përfaqësuesi Zdragova Bank of Beograd, Banka Serbe e Zagrebit, Danube Adriatic Bank dhe Banka Serbo-Shqiptare me 50.000 aksione të zakonshme. Ajet Bejli Bohova, zotruesi 40.000 aksioneve të zakonshme. Ekrem Bej Vlora, zotruesi 58.000 aksioneve të zakonshme. Nexdet Pasha Vlora, zotruesi 52.000 aksioneve të zakonshme. Ugo Vialli, zotruesi 40.000 aksioneve të zakonshme. Vincenzo Azzolini de Alfonso, i cili më vonë do të bëhej guvernatori Bankës së Italisë, zotruesi 25.000 aksioneve të zakonshme. Massimo Aureli, zotruesi 30.000 aksioneve të zakonshme.
Mbledhjen themeluese të Bankës së Shqipërisë e drejtoi Mario Alberti, që deklaroi se Banka Kombëtare e Shqipërisë beson dhe synon të bëhet një mbështetje e fuqishme për pavarësinë e këtij vendi. Në fjalimin e tij, Alberti theksoi rolin e madh që luajti për realizimin e projektit Albert Jansen, ish drejtuesi i Komitetit Financiar të Lidhjes së Kombeve, ish drejtori i Bankës Kombëtare të Belgjikës, që në atë kohë ishte ministri i financave të Belgjikës. Ekrem Bejlibohova shprehu në emër të qeverisë shqiptare kënaqësinë e thellë për krijimin e Bankës së Shqipërisë. Ai deklaroi se merita i takon dëshirës së frytshme të grupeve financiare të përfaqësuara në këtë asamble dhe vullnetit aktiv të zotit Mario Alberti. Asambleja zgjodhi me votim drejtuesit e bankës. Postin e presidentit e mori Mario Alberti, ndërsa Amedeo Gambino u zgjo sekretari i Këshillit Administrativ. Rezulton që ditën e themelimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, grupi financiar italian kishte në zotërim 45% të aksioneve, grupet belge e zvicerane 15%, grupi jugoslav 10%, ndërsa në emër të palës shqiptare kishin nënshkruar 30% të aksioneve, por që një vit më vonë nuk figuronin më. Sipas të dhënave zyrtare të kohës, deri më 2 shtator të vitit 1925, shtetasit shqiptar derdhën në arkën e shtetit shqiptar aq para sa për blerjen e 25.000 aksioneve nga 247.000 aksione që mund të bliheshin prej tyre. Qeveria këmbënguli edhe më pas në të drejtën e saj për aksionet. Negociata pati deri në maj të vitit 1926. Në fund të përpjekjeve, zyrtarisht, zotrimi shqiptar kishte 15.000 aksione, vetëm 3.1% e kapitalit të bankës. Nuk i takon të kështu Shqipërisë, të kesh 3%, do më thënë mos kesh asgjë. Kjo vjen nga mentaliteti, jo se nuk kishte burime, sepse tregtarët, pasanikët shqiptar i kishin aq burime sa për t'i inkuadruar në aksionet e bankës. Dhe vetë shqiptarët e para nuk ishte një eksperiencë e parë, nuk kishin përvojë, nuk kishin njohuri. E dyta kishin atë stepjen e vazhdueshme të kapitalistit apo të atij pasanikut shqiptar që për t'i lëshuar monedhat, për t'i zgjerë monedhat nga qypi i florinit me flori që kishte. Në qershor të vitit 1925, kur Amedeo Gambino erdhi në Shqipëri për të ndjekur kalimin e paketës ligjore në parlament, u takua 2 herë me Ahmet Zogun. Gambino i foli Zogut për një shpërblim që kishte kërkuar dhe marr Mufid Libohova. Ai e vuri në dieni se ministri i tij i financave kishte në llogarinë e tij në bankën Credito Italiano një shumë të madhe monetare. Kështu, në Tiranë, që në fund të qershorit të vitit 1925, pati zëra për shkarkimin e Mufid Libohovës dhe akuza për abuzime. Nga ana e saj, legata italiane në Durrës vazhdimisht e njoftoi Zogun për aktivitetin e Libohovës. Italianët e bindën Zogun se ai synonte të vijej në kryet e elementëve kundërshtar të tij për ta rrëzuar me përkrahjen e Jugosllavisë dhe me pëlqimin e Francës. Sipas tyre, në fund të gushtit 1925, Libohova pati takuar ambasadorin jugoslav në Shqipëri. Më pas, ai shkoi në Itali ku bisedoi me kundërshtarët e Ahmet Zogut. Atje ai u takua edhe me përfaqësuesit e grupit bankar jugoslav, të cilit i deklaroi se fjala e fundit për themelimin e bankës nuk ishte thënë ende, dhe se ai, pra Mufid Libohova, ishte në gjendje që ta bënte të paqen marrëveshjen me grupin financiar italian në favor të grupit jugoslav, duke i dhënë këtij të fundit e përsin në këtë bankë. Në shtator të atij viti, Zogu njoftohet se për të njëjtat qëllime, Mufid Beu kishte shkuar në Paris. Mbetet enigmë pse italianët e braktisën mikun e tyre. Në 23 shtator të 25-s, Mufid Bej Libohova u largua nga posti i ministrit financave dhe u zvendësua nga Sulejman Starova. Më 19 tetor të po atij viti, në parlament mbërrin kërkesa për komisionin hetimor parlamentar për veprimtarinë e ish-ministrit të financave. Në 26 tetor, pasi komisioni hetimor u ngrit, Mufid Libohova në një letër drejtuar parlamentit shkruan: "Besoj se do të jetë hera e parë në analet parlamentare të gjithë botës që akuzuesit të jenë edhe gjyqtar." Më 30 nëntor, pas një muaji punë, komisioni i kryesuar nga Rauf Fico i paraqiti parlamentit raportin e hetimeve. Libohova akuzohej për tradhti të lartë. U vendos që fjalën e fundit ta thoshte gjykata. Deri në vdekjen e Libohovës, gjyqi nuk u zhvillua. Është akuzuar Mufid Libohova sepse nuk mbrojti interesat e shtetit shqiptar, madje është akuzuar edhe për tradhti kombëtar, u kriju një komision parlamentar hetimor, i cili e nxori atë fajtor
për veprimtarinë që kreu në lidhje me bankën e Shqipërisë. Dhe edhe u dënua sigurisht, dhe pastaj u fal nga presidenti i Republikës, nga Metsoku, në mënyrë publike, dhe sigurisht u largua nga gjitha postet qeveritare, zyrtare. Ndërkohë, në nëntor të vitit 1925, Banka e Shqipërisë hapi 2 degë të para, fillimisht në Durrës e pastaj në Tiranë. Më 1 nëntor të 26-ës u hap dega e Shkodrës, më 15 nëntor dega e Vlorës dhe më 28 nëntor dega e Korçës. Në opinionin publik shqiptar, edhe më vonë nuk munguan kritikat e forta për mënyrën e krijimin dhe marrëveshjen për Bankën e Shqipërisë. Më i spikaturi në qëndrimet e tij profesionale qelli Mitër Pasko. Në 32-shin, ai botoi punimin 3 problema në lidhje me Bankën Kombëtare, të cilat i rendit në këtë mënyrë. 1. Problema e monedhës së vogël. Banka Kombëtare i rëmben shtetit ton 50% nga fitimi i dalë prej sovranitetit të tij. 2. Problema e fitimeve. Në aktet themelore të bankës, mënyra e adoptuar është statike, simpliste dhe e padrejtë për Shqipërinë. 3. Kapitali aksioner dhe privilegji. Konvencioni i 15 marsit u shkel në pikën më esenciale, pjesëmarrja e shtetasve shqiptar në kapitalin e bankës. Për të tejkaluar këtë situatë të rëndë, lipset të imponohet në mënyrë sovrane kombëtarizimi i bankës kombëtare. Mjeti kryesor për kombëtarizimin është shqiptarizimi i kapitalit. Pavarësisht kritikave të drejta të asaj kohe, punët ndoqën rrjedhën e tyre. Banka Kombëtare e Shqipërisë, me aktivitetin e saj, pati ndikim të padiskutueshëm në zhvillimet ekonomike dhe politike të vendit. Shqipëria ishte një vend, një shtet i ri relativisht, i sapo krijuar dhe krijimi i bankës hodhi themelet e sistemit financiar, pa u krijuan fillimisht konceptet e para të një sistemi funksional financiar në Shqipëri dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Kjo konsolidoi dhe ekonominë e tregut, por njëkohësisht themelimi i bankës bëri që dhe kredit që jepeshin për shtetin shqiptar të kanalizoheshin nëpërmjet bankës.